dramatika dëme të cilat rikuperueshme. Partia Demokratike kërkon me njëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në këto zona. Edi Rama apo Ramaduro që bën sehir nuk shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore në Durrës dhe në Lezhë apo Shkodër dhe qarqe tjera, vetëm se ligji e detyron atë në këtë gjendje të përgjigjet një për një dëmeve të krijuara nga fatkeqësia natyrore. Ky qëndrim indiferent, cinik, është një lloj krimin vetvete. Në 4 muaj do të deklaronte sot një qytetar i Durrësit jam përmbytur 4 herë. Kësaj katastrofe natyrore me përmasat pa para ndonjëherë. Edi Rama ndaj saj reagon me një cinizëm ekstrem, me një paturësi, me një tallje ndaj qytetarëve të përmbytur. Ai në postimin e tij shkruan se apo fajson opozitën e cila nuk po e akuzon atë për shirat e rrëmbyra që kanë rënë. Ky qëndrim cinik, tallës ndaj qytetarëve, turpron çdo njeri që ka cip, por Ramaduro është në kaos, është në panik dhe tmerr të madh dhe nuk din ç'flet. Pa diskutim që këto kanë qenë shira shumë intensive, por Durrësi kurrë nuk ka njohur një përmbytje të tillë. Dhe shkaqet e përmasave të kësaj përmbytje janë absolutisht vjedhja dhe vetëm vjedhja e fondeve. Takspaguesit shqiptar kanë paguar për mbrojtjen e qarkut të Durrësit, Porto Romana dhe zonat të tjera, 42 milion euro investim. Por korrupsioni ka bërë që hidrovori Porto Romanos kolektorin taket në kotën mbi 70 centimetra. E kuptoni se kur fillon të funksionojaj, mbi 70 centimetra. Pra, le të përmbyte një 70 centimetra, pastaj të filloj të evakuoj ujra. Kurse hidrovori i Hamallës prej 8 muajve i ka pompat jashtë funksioni. Pompat e tij janë jashtë funksioni. Përveç kësaj, Durrësi, territori i përmbytur, ka një sistem kanalizimesh shumë të studiuar dhe mirë projektuar. Kanalet janë që të gjitha të zëna, se paratë e caktuara për pastrimin e tyre janë vjedhur dhe vetëm vjedhur nga mafia qeveritare e Durrësit dhe Tiranës. Ajo dramë që shohim ne sot, ajo vërtet ka si shkak natyror dhe ndaj unë kërkoj
shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore. Por këto përmasa nuk i mirte kur, në qoftë se do t'ishin në gatishmëri dhe në funksion hidrovorët, të cilët janë të përllogaritur për të mbrojtur zonat nga përmbytjet dhe në qoftë se do funksiononte sistemi i tyre i kanalizimeve. Nga Vora, gjerë në Bregdet, është shtrihet sistemi kanalizimit që synon të mbrojë ato territore nga përmbytja. Por kanalet janë fiktive, janë të bllokuara, janë të askujt, masi narkoshteti është shteti i mafjes dhe ka vetëm interesat e mafjes. Natyrisht, kur përdor tendrat për të vjedhur 98% investimit, siç ndodh me Lubi Ballukun dhe Edi Ramën në tendrat e infrastrukturës, kur ndërton rrugë të Florita që shemen 3 muaj pas inaugurimit, nga 73 milion euro në 360 milion, si rruga Quks Qaf Ploç, që edhe sot është shem, dhe do shemet vazhdimisht, sepse Skarpatat janë lanë natyrore, pa asnjë lloj përforcimi. Unë do të them qytetarëve se përforcimi i Skarpatës është kushti i të gjitha kushteve në ndërtim në rrugëve. Skarpata më e rrezikshme në Shqipëri është Skarpata Kardhiq-Tepelen. Por kompania që ka ndërtuar dhe supervizori kanë punuar nofta dhe 2 vite vetëm me Skarpatën, e cila është gjeologjikisht më dëmtueshmja. Por nuk ka lëviz një gur. Sepse, edhe njëherë, Skarpatat janë pjesë kryesore e rrugës, kurse këta kanë shtruar asfaltin dhe i kanë lanë si kanë hapur. Dhe tani derdhen mbi rrugë. Pra, gjendja është jashtëzakonisht e rëndë. Java përsëri nuk premton qetësim të motit. Shpallja e gjendjes fatkeqësisë natyrore në të gjitha rrethet e përmbytura, nga Shkodra, gjerë në Gjirokastër, se edhe në Gjirokastër ka përmbytje. Edhe në Pogradec ka përmbytje. Është domosdoshmëri. Natyrisht nuk e bën këtë, sepse ai buxhetin e konsideron si pronë të tij dhe familjes tij. Unë jam këtu sot për të denoncuar gjithashtu krimin në vazhdim që po ndodh në ndërtesë të kryeministrisë dhe agjenci që varen nga Lubi Balluku, me djegjen, me prishjen, me manipulimin, asgjësimin e provave të krimeve monstruoze të Lubis dhe Edi Ramës. Ky është një akt i pashembull. Edi Rama